Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka mandatuar Glau Konjufcën nga lëvizja vetëvendosje si mandatarin e radhës për formimin e qeverisë së re, teksa ish opozita ka përdëditur se nuk do ta votoj as Konjufcën për formimin e qeverisë. Vetë Konjufca deklaroi para gazetarëve se në rast të formimit të qeverisë së re, ajo do të jetë afashkurtër, pasi sipas tij Kosova duhet të miratojë disa projektligje të rëndësishme, si ai për buxhetin dhe ai për planin e rritjes nga Bashkimi Evropian. Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se me mandatimin e Glau Konjufcës në Kosovë është paraqitur një sfidë e re institucionale dhe politike. Analisti politik Albinot Maloku vlerësoi se propozimi i Konjufcës nga vetëvendosja është i mirë menduar dhe pas tij qëndron një strategji e kësaj partie. Sipas Malokut, ish opozita tashmë ka krijuar terrenin që të mendohet se me Konjufcën do të mund të formohet qeveria e re e vendit.